për të rritur paga. Ne fillova me këtë pyetje, por profesor Rexhaj, a janë pagat e mësimdhënësve zotim për të motivuar mësimdhënësit në mënyrë që të ngritet cilësia e arsimit me të vërtet, apo është thjesht një premtim parazgjedhor, siç jemi mësuar ti dëgjojmë radhazi premtimet e partive rëndom? Pagat edhe në arsim në tjera sektorë, vazhdimisht Kosovë janë rritë në mënyrë gabimisht, gabueshme në mënyrë lineare, me merit pa merit, të gjithë kanë marrë njësoj, si mësimdhënësi që ka punu shumë, si ai që s'ka punu shumë, njësoj edhe janë trajtuar njësoj. Domethënë në Kosovë nuk ka dallim për kontribut në cilësi. Edhe këto rritjet lineare nuk janë kontribut në cilësi, 50% të gjithëve. Veç ta llogarisim cilësia dhe pagat. Kjo rritje 50% është 1% e bruto prodhimit shoqëror, GDP-s të Kosovës. Kjo është vlera. Kosova i ka 10 miliard GDP-n, 50% nëse e kthen tash Kosova i ka 200 milion pagat e mësimdhënësve, 50% bëhen 300 milion, që është shtesë për 100 milion. 100 milion janë 1% e GDP-s. Kosova i ka 4% pareve për arsim i jep përhapërsisht për arsim në Kosovë, tash 1% po shtohet edhe po bëhet 5% vetëm për me rrit pagat. Mendoj se një investim i tillë nuk ndikon në cilësi. Unë mendoj se i dashur pagat me rrit me një mbështetje, për shembull me lidh me licencim, me lidh me performancë, me lidh me përvojë, me lidh me obligime në shkollë, je koordinator, je kryetari aktivit, ke përgjegjësi, zëvendës drejtar, me angazhim, me cilësi, me performancë, me kontribut, me inputet të rritet paga, ashtu shtohet edhe cilësia. Rritjet lineare janë për mendimin tim dëmtojnë cilësinë në arsim. Tash, mos të harrojmë. Mësimdhënësit Kosovë kanë pagat më të ulta në rajon, i kem pas të dytat para 10 vitesh, i kem më të ultat, edhe i kem larg mbrapa mbesim prej shteteve tjera. Si e rregullon rajoni kështu me, le të themi, konkurrencë brenda komunitetit? Ma mire kanë sistemin, gjithë ata. Atë që thatë ju e premtoi vetëvendosja, ose u zotua se do të jetë vazhdimsi për shkak se këtë përcakton edhe ligji i pagave, pra mundësia për të aplikuar për licencë të avancuar, çka me automatizëm e fut mësimdhënësin në një rritje. Kjo vetëm deri në gjysmë rrugës të asaj që thashun, po është më mirë se sa rritja lineare. Po është vetëm gjysmë rrugës, jo vetëm licencimi, është edhe performanca, edhe kontributi, edhe përgjegjësi. Nuk është njësoj si me qenë kujdestar, si mos me qenë, si me qenë kryetari aktivit, si mos me qenë, si me qenë koordinatori cilësisë, si kur mos me qenë. Do më thënë, janë disa dallime aty. E ato duhet të shprehen në kompensim, që të shprehen në cilësi. Kjo është mendimi im. Nuk duhet, rritjet lineare janë shprehit këqija të sistemit Kosovë, edhe kostoja 1%, Kosova nuk ka mundësi ma shumë se 5% me shti në arsim. Nëse qatë 1% që të kamet me shtu e shtin në paga, në njërë jo diskriminuese, as për i kontribon cilësis, as nuk jetu e nëreq situatën mirë. Agon, këtë premtimin për rritje për 50% e shesi një politik të dur që do t'i kontribon të cilësis në radhë të parë, është një motiv për mësimdhënësit që të angazhohen më shumë, t'japin më shumë, të bëjnë më shumë për profesionin? Unë e konsideroj që pagat domosdoshmërisht duhet me u rrit, natyrshëm, e tha dhe profesori Rexha, jo vetëm në sektorin e arsimit, por konsideroj që në sidomos në sektorin e arsimit. Çka duhet me u përcjell me këtë reformë ose me këtë politik është vlerësimi i performancës. Domethënë nuk duhet me qenë veç një rritje pagës pa kërkim të përgjegjësisë ose llogaridhënies për sa i përket cilësisë në arsim, sepse çka do që vlerësojmë prapë mësimdhënësi është qendra e bërjes së procesit mësimor atraktiv ose të dëshirueshëm për fëmijën, rrjedhimisht pastaj edhe rezultativ si të tillë. Pashmangshëm duhet me u përcjell me politika që i tha dhe profesori Rexhaj, me dallueshmëri për sa i përket angazhimeve, ka shumë role, kena shumë numër të prisë të mësimdhënësve që tashmë është dëshmuar që munden mu angazhu në aktivitetet të tjera, jo domosdoshmërisht me vazhdu me qenë mësimdhënës, edhe këtu paga pastaj me u menaxhu në këtë mënyrë. Çka është e rëndësishme me u potencuar se në vitin 2024 e ka nisë qeveria
në këtë rast qeveria Kurti ka nisë procesin e licencimit, vlerësimit për licencë të avancuar në mënyrë të vullnetshme, edhe kemi dikun veç 7 mësimdhënës nga rreth 50 disa që kanë apliku për këtë licencë që e kanë kalu këtë proces vlerësimi. Do të thotë jemi të folë për një gjendje goxha problematike, e cila dihet paka shumë edhe me rezultatet e testeve ndërkombëtare që nuk na japin shenja të mira. Zoti Ymeri, pse nuk ka entuziazëm më të madh mes mësimdhënësve që të aplikojnë për këtë licencë? Me çka do të rritej paga e tyre? Këre ku është problemi? Problemi për licencën avancuar ka qenë problem politik, s'ka qenë problem real, se ka qenë qëllimi. Jemi sigur që qëllimi ministrisë ka qenë një farforme me nënçmu mësusit, edhe me qitë që mësusit jetë ndoptë edhe atë, se doli një numër që hinën që kaluan vetëm 4 vetë. Se ata që e kaluan e paraqitën si shumë të vështira të lloj testi? Edhe ata 4 vetë që kanë kalu licencën, kanë kalu, jemi të mujni 6-7 dhe s'kan hi në listë pagave për mi marë. Dhe me thonë, janë 4 vetë edhe ata që e kaluan, që ishtë dashtë me marë si pas licencës, edhe dikon një pojën e gjysë, 150 euro shteti, qeveria s'ka qenë e gatshme, s'ka qenë gjendje që aty në me javë siguru 4 vetëve. Mos të folmi nëse kalojnë 1.000 ose 2.000 ose 3.000 licencës. Pse me